që duhet me diskutu në Këshill Drejtues, sepse na jemi parti demokratike, mund të ketë mendime të kundërta, mund të ketë mendime për ose kundër, dhe zgjedhja ose marrja e vendimit duhet bëhet me shumicë votash në Këshill Drejtues. Tani në qoftë se Sameu nuk pajtohet, e pajtohet Këshilli Drejtues, duhet me ditë cili është rezultati, në qoftë. Përshëndetje, miq të dashur, mirë se vini të ngjedhën analizë. Shkojna edhe në radhës PDK-ja, Xhavit Haliti dhe Samir Shtoko. Nuk pe kuptoj çka po paralajmëron Xhavit Haliti me këto, me të ndërum. Nëse Samiu pajtohet mirë, nëse jo, do me thonë shkon për shtëpisë. Me sa pe kuptojnë, tash nuk e di, do me thonë pas ka nis sherrë edhe në PDK. Po shkojna mi të ndëgjojmë i lutëm të diskutojnë të bashku. Këshilli Drejtues e mbështet mendimin e Sameut, prap dihet rezultat. Ju personalisht, zotëri Haliti, jeni për një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, po që se ju bëhet një ftesë? Shiko, unë jam që të krijohen institucionet, marrëveshjet bëhen sipas interesave të partive dhe sipas interesave të Kosovës. Unë mendoj që na duhet të shohim interesat e Kosovës në rend të parë, pastaj interesat e partive. Me që dashër, po më doket që i pas kanë pas rapi zhvon. I pas kanë rapi zhvon me që pëse s'kanë bo koalicion më herët. E po më doket që i pas kanë qelë sytë. A kjo shumë mirë, kjo shumë lajmi mirë është, sepse me të vërtet njerë nuk do të me e këshirë për parti, po do të për Kosovë. Sepse populli voton për Kosovë, e për parti. Për punë, po nuk për Kosovë. Kështu që Xhavit Haliti është shkon qasaj rrugës. Po se këmë dëgju vitën komplet, shkojmë të dëgjojmë të këshirë që apo të më shumë. Apo pajtojmë me të ajo? Si të qoftë, është e vështirë që thuhet që unë po kam dëshirë me hyrë në qeverisje me VV, por unë e kam thënë dhe mbrojt tezat e mia që i kam thënë edhe para këtyre zgjedhjeve, që ne ose kush do që hyn në koalicion, nëse hyn dikush, duhet me bë program. Program qeverisës, dhe ky program e u zbatun nga palët të cilët janë qeveri. Nuk duhet me bë marrëveshje. Amo zotëri Haliti, më falë, Albin Kurti pa thonë shumë mirë dhe para këtyre zgjedhjeve, që e jap në 3 anëna për president, e zgjidhëm presidentin, ose hade bashkëpunojmë, s'keni dashur, alla po dhe me shku zgjedhje. E që të vanë zgjedhje, po mirë është që kokit avit pak, po mendoj që të mirë, bravo, ju proroj për këtë punë, shkojna. Hajde t'i japi 5 ministri dhe t'i voto ma presidentin dhe t'i japi edhe një 15 drejtori dikun dhe voto ma dhe kryetarin e parlamentit dhe t'i japi edhe 6 drejtori ose 3 si ndërmarrje publike mi drejtu edhe voto ma qeverin në mënyrë unanime. Këto marrëveshje janë më shumë marrëveshje mafioze se sa që janë marrëveshje politike. Lutem pra, bravo. Fjalën më të mirë që e thash tash është që kjo. Nuk bëhet pazare për president e as për kryeministër. Nuk janë këto pazare. Nuk ka pazare shnosh, kjo nuk ka pazare, kjo është tregti, korrupsion, çu dush thuj, manipulum. Sepse unë e marrë një ambasadare, marrë një terminale, marrë një ato, bëjë që ka du edhe, t'i bërë kryeministër më thanin. Plus që shpajtona me ty, indërum. Qështu funksionon shteti. Ama jo, ndash me t'a votu, ama një terminal doganor. Ama një ambasador, ama 2 ambasador. Bravo, për besi e kam pëlqen që vëtë Haliti. Hade? Zotëri Haliti, megjithatë, kur jemi tek pjesa e kuvendit edhe e qeverisë, duket që lëvizja vetëvendosje me një pjesë të komuniteteve jo shumicë
do t'ja rri numrat e nevojshëm, që vetë ta bëj konstimin e kuvendit dhe vetë formimin e qeverisë. Pra i bie që numrat të nevojitën vetëm për çështjen e presidentit. Por sipas jush, çfarë kuptimi do të kishte konstimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë pa u arritur paraprakisht një marrëveshje edhe për një emër për president? Pa në çfarë kuptimi do të ketë? Ne kemi kalu këtë situatë, kemi kalu që kemi pas këtë prevoj, po të mi thonë, që s'na ka ecë, s'na ka dhejtë mirë, tash do të me këqyrë me bo diçka, se për në vishë shkojmë prap zgjedhje, me shku zgjedhje prap, është si rëshidës pak të poshtë, problem basha zote. Po mdo këtë po këshirë me këthy pak, mirë është. Mirë. Zgjedhje që në maj, tani uroj që treta e vërteta tjetë, por mendoj që do t'jetë shumë e vështirë që paktën për aq sa i kam dëgju deklaratat edhe të protagonistëve të ndryshëm politik, është e vështirë që t'jipet mbështetja. Por unë mendoj që partitë opozitare, në këtë rast Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Aleanca, mendoj që do duhej me nda mendën, a duhen me luftu në opozit, edhe me luftu fort, a duhen me bo që si lojnë hajt t'i përsëritin në zgjedhjet e prap ta kemi të njëjtën situatë. Jo, Gjavetën po të garantoj që më shans teorike nuk kanë me bëhe gare. Se nuk i doron popli më, nuk i lejon popli më. Bashkë me që edhe në herë e verin zgjedhje, për bes, kanë më i përgjismu, 3 partijave kanë më i përgjismu deputet. Nuk doron popli më, popli për ishe këto sene. Kështë që ma mirë është me gjetë një formull edhe me bashkëpunu me kryeministrin, por ndryshe është problem. Po shkojna deri në fund që po thotë çfarë mendimi kam se tash. Në qoftë se duam që të kalojmë në opozit për një kohë 2 vjeta, 4 vjeta, sa mund zgjat ky regjim, atëherë duhet me vendos disa çështje që mund të jenë ndoshta pa pranueshme për disa, po unë mendoj që do duhet me ndo. Si ai ka fitu shumicën, me dhon në gjitha votat, edhe për presidentin e ta bën, edhe kryeministrin, edhe kryetarin e parlamentit. Pra, një forme ju jeni që të 3 pozitë. Bravo, Bablak, respekt, PDK, respekt. I ka fitu vëlla zgjedhjet. Është ma i madhe, i ka fitu zgjedhjet. Doni me bashkëpunue me ato që ka ju takon. Jo me kërku diçka që as ju takon. Respekt. Kjo është kur dojmë punu për venin. Por aroj gjavetarit e respekt për këtë gjest me të vërtet. A më ti po paralajmëron diçka që Samio, sepse e ka thonë, nëse PDK-ja shkon me vend, unë jap dërheqje. Për me thonë Samia dërheqje, unë nuk e besoj. Dhe qka dhe të bohat, atëve që ju dini. Zoti ati kofshën falë, edhe ju. Shkojna meq, të këshirëm të në fund që apëdhët? Zitat shtetërore të takojnë lëvizjes të vendosin? Krejt e men, na në opozit po dojme najtë edhe kur të vendosin... Kjo është ndrimi individual, sigurisht, zotraliti juaj, ju i PDK-s. Kur dojme najtë në opozit, dojme najtë në opozit dhe dojme luftu. Kjo është menqëri. Si partije opozitare. Kjo është menqëri. Që ka në populli më shumë vota, rrëjnë në opozit lor, po luftoni fort. Me fakte, jo pa fakte. Jo Albin Serbia, jo Albin Sernagori, jo na pruni Serbin, jo. Ja, këtu nuk shiten, se i di populli. Luftoni me ato që me gabimet e tina. Po, ama por ndryshe, jo. Unë të porëroj për këtë mendim që i ke marrë gjavetarit e respekt, inshallah kanë edhe shumë tjerë sikur ti, këtë mendim, edhe Kosova ecë për para.
Miq, Zoti rujt, mirë pashë vitë radhës.